rikthyer tani, do të vazhdojmë të mbetemi tek bujqësia, por tani për të folur për shifra pozitive që vinë nga Universiteti Bujqësor i Tiranës. Flasim për një rritje me 20% të studentëve në këtë universitet dhe pyetja që lind natyrshëm është apo i rikthehen të rinjt bujqësisë. Një nga gjërat e reja e cila do të aplikohet, siç edhe është bërë me dije, është fakti që do të kemi edhe shkëmbime rajonale të studentëve, por duhet flasim në këtë pikë se si do të përshtaten kurrikulat dhe si do të organizohet e gjitha. Por është e gjitha në interesin tonë për të kuptuar nëse vërtet po i rikthehen të rinjt bujqësisë dhe po tregon një interes më të shtuar. Do të kemi një lidhje të drejtë për drejtë në këto momente, pedagogun e Universitetit Bujqësor të Tiranës, zotin Kujtim Ersini, ju përshëndes. Përshëndetje. Së pari, besoj edhe ju e keni ndjerë në realitet gjithë të rritjet interesit në UBT. Pse mendoni që vjen pikërisht në këtë kohë? Dhe po e nis drejt për drejt me ato pyetje që në fakt e shtroja edhe në hapjet intervistës. Apo i rikthehen të rinjt bujqësisë sepse po kuptojnë potencialin e saj të vërtet? Ka shumë faktorë në fakt, nuk është vetëm një vetëm, pra si çdo proces tjetër ka disa faktorë që veprojnë për këtë. E para njëherë është që vetë Universiteti Bujqësor po modernizohet, pra po përmirëson kurrikulat siç ju përmendët, ka programe të reja, ka bashkëpunime ndërkombëtare, pra këto janë risi në edukimin universitar në Shqipëri. Nga ana tjetër, vetë shkencat bujqësore janë profesione themi që lidhen me bujqësinë, sepse nuk është vetëm një profesion, ne ofrojmë diploma në veterinari, në teknologji ushqimore, në inxhinieri pyjesh, në zootehni, në akvakulturë e tjerë. Pra kemi një paketë të gjerë profesionesh të ndryshme, të cilat janë të kërkuara në tregun e punës, sepse ju e dini pak a shumë pra në Shqipëri, por dhe më gjerë fshati si tush diskutohet që po braktiset, por në fakt ka hapësira, kjo tregon që ka hapësira tashmë për të zhvilluar sipërmarrje të reja bujqësore, duke lëvizur nga skema tradicionale ekstensive drejt një bujqësie moderne, më intensive, më komplekse në të gjitha hallkat e prodhimit të ushqimit, dhe kuptohet që të gjitha këto profesione janë me një perspektivë afatgjatë, që do të thotë nëse sot jemi në botën e teknologjisë digjitale, ku shumë profesione kërcënohen nga inteligjenca artificiale apo nga zhvillimet teknologjike, bujqësia do të mbetet gjithmonë një profesione që lidhen me bujqësinë do të mbeten gjithmonë të aplikueshme sepse lidhen me tokën, lidhen me blegtorin, pra me gjën e gjallë, dhe gjithmonë do të ketë nevojë dhe kuptohet që nevoja për ushqime cilësore dhe të sigurta do të jetë gjithmonë, sepse praktikisht pa ushqim ne nuk mund të bëjmë dot pra. Dhe kjo është si thosh për studentët larg pamës, të cilët i afrohen Universitetit Bujqësor, sepse praktikisht kanë një të ardhmet relativisht të garantuar në tregun e bujqësisë, pra në tregun e punës që ofron bujqësia. Ju e thatë me të drejtë profesor që patjetër bujqësia edhe me zhvillimin e inteligjencës artificiale nuk ka asnjë lloj mundësie që të zëvendësoj profesionistët e saj, përveç se mjetet e teknologjisë t'i ndihmojnë edhe t'u thjeshtësojnë pak më shumë punën. Megjithatë, shpeshherë të paktën në mesin e të rinjve, për shumë vite me radh, studioje një deg të bujqësorit, po themi, ka qenë e paragjykuar dhe shihej edhe si një status më pak, po një nga gjërat e reja edhe lajmet më të mira që unë kam dëgjuar s'paku për atë që do të ndodhë me bujqësorin në shkëmbimi me student rajonal. Për çfarë bëhet fjalë? Ju keni të drejtë, sepse në fakt të studioje dikur tek bujqësori kishte një farë stigme, sepse praktikisht nënkupton të jetë në fshat, pra dikur të caktonin ku të shkoje, ç'do bëje. Por sot po ta mendojmë të punosh e para një rrugët dhe infrastruktura rrugore është lehtësuar, që do të thotë nuk është e thënë që detyrimisht duhet të jetosh pranë fermës, edhe vetë fermerët kryen punën gjatë paradites në fermë dhe kthehen në shtëpi masdite, pra dhe Shqipëria është një vend i vogël, por infrastruktura rrugore është përmirësuar ndjeshëm, që do të thotë lëvizshmëria nuk është se ti izolohesh më, pra
Edhe vetë, si tush kampusi universitar, dikur thohet shkosh deri në Kamës është larg, sot është bërë pjesë e Tiranës madhe, pra. Sot njerëzit janë duke blerë shtëpit në Kamës, profesor, sepse çmimet kanë shkuar aq lart sa që të vetmet zona ku ti mund të gjesh. Nuk është më periferi, por këtë po thoja, nuk konsiderohet më periferi Universiteti Bujqësor, pra sepse është pjesë e qytetit tashmë. Qyteti është zhvilluar aq shumë sa universiteti është brenda qytetit, nuk është më jashtë dhe periferi, pra vetë kampusi universitar, i cili ofron konvikte shumë të mira të reja, të cilat janë të gjitha të rindërtuara së fundmi, ofron ambiente moderne, ofron infrastrukturë në rritje e sipër. Po praktika në terren, se po flasim për profesionistë që në të nesërmen, pjesën më të madhe të punës së tyre, do ta bëjnë në terren. A ekziston një praktikë e tillë? Ne jemi filluar ta përmirësojmë pra pjesën praktike me kurrikulat e reja, do t'i jepet fokus gjithmonë më shumë pjesës praktike të punës, duke e shtuar, si thosh, pjesën praktike si në ferma, si në klinika, si në laboratore, sepse janë të gjitha të ndërlidhura pra me bujqësinë moderne. Dhe kjo është, si thosh, sfida që ne po e çojmë përpara duke rritur normën e praktikave, pra jo thjesht teori, sepse informacioni teorik sot është i kudo ndodhur, të ofron interneti, kemi informacion digital pafund, por pjesa praktike, ajo që të mëson se si ta bësh profesionin, është ajo që ne po themi, po e prioritizojmë në kurrikulat e reja. Gjë që do të thotë, do të kemi student të aftë profesionalisht dhe praktikisht për të kryer detyrat e profesionit të tyre. Pra, për sa i përket konceptit rajonal që përmendet, ne kemi qenë gjithmonë tërheqës për rajonin për sa i përket sferës shqipfolce, pra sepse ne ofrojmë programet në gjuhën shqipe dhe kuptohet që kemi student që vinë nga Kosova, nga Maqedonia, nga Malizi, pra në gjithë të sferën e kemi qenë prej vitesh tashmë ofrues të dijeve, por ajo që synohet është që ne ta ndërkombëtarizojmë Universitetin Bujqësor, pra që të kemi dhe student me kurse dhe me programe në gjuhën angleze, në mënyrë që të kemi diploma ndërkombëtare. Pra kjo është sfida e ardhshme e Universitetit Bujqësor, të cilën ne shpresojmë që do ta arrijmë duke kryer reformat që kemi ndërmarrë. Pra, nga çfarë kuptoj, kurrikulat për të përshtatur me këta studentë që do të vinë për të ndjekur studimet e tyre në Universitetin Bujqësor të Tiranës do të jenë në anglisht, por të njëjtat kurrikula që janë përdorur deri më tani apo jo? Kurrikulat po përditësohen, pra është një proces i vazhdueshëm. Ne tashmë kemi dalë në 9 programe të reja, por kuptohet që jemi në punë e sipër dhe do t'i azhornojmë dhe do t'i standardizojmë me standardet europiane. Pra ju e dini që ne kemi një bashkëpunim, një binjakëzim, do thoja, me Universitetin e Bokut në Austri, pra ne po shkojmë drejt Europës dhe jo thjesht drejt Europës, por nga më të mirët e Europës, duke harmonizuar pra kurrikulat tona, programet dhe përmbajtjen e informacionit me programet më të mira të mundshme që ndodhen sot në Europë. Pra ne po njësohemi dhe kjo do të thotë në një të nesërme që diploma do të jetë po ashtu e njësuar, sepse dijet janë të njëjta, si këtu si andej, pra si tush po shkojmë drejt Europës. Profesor, më korrigjoni nëse kam gabim, po të paktën nga informacioni që kam unë, diploma që del nga Bujqësori është e vlefshme në disa vende, në mos gaboj. Po, ka vende sepse këto janë marrëveshje si tush bilaterale mes vendeve, por ideja që ne kemi është që të ndërkombëtarizohet universiteti dhe të ofrojë diploma të cilat janë të mirë njohura kudo që të shkosh, pra mos ketë nevojë për marrëveshje dy palçe mes shteteve, që diplomat jetë e njohur, por diplomat të shërbej si një pasaport punësimi për të gjithë të rinjt që do të kryen studimet pranë Universitetit Bujqësor të Tiranës. Kemi shtim të numrit të studentëve, në thash 20% më shumë, po thënë kështu pa filtra,
Sa të mirë janë këta studentët e brezit të ri në fushat të tilla që i ofron bujësori? Në fakt janë shumë të mirë, është për të habit, por që janë vërtet mirë, ne përveç prurjes së numrave, ne kemi edhe një, po themi, rritje cilësore, pra kemi student me mesatare të lartë, gjë që në fakt është për të ndjerë mirë, që nxënës po themi të mirë që gjithmonë kanë preferuar degë eksakte apo degë shoqërore si juridiku e tjerë, preferojnë tashmë të vinë tek Universiteti Bujësor, pra po përveç sasisë kemi dhe cilësi pra të studentëve që po vinë në Universitetin Bujësor dhe kjo të bën të ndjesh mirë dhe kuptohet që sot të rinjt, siç thash edhe më parë, kanë mundësi të marrin informacione përtej asaj që ofron universiteti, sepse informacioni është demokratizuar përmes internetit, mundësitë janë pafund që të mësosh dhe të hulumtosh dijet e reja shkencore, të cilat bëhen shumë kollaj të aksesueshme përmes rrjetit. Kjo, ndërkohë, nga ana tjetër, vë stafin pedagogjik në një sfidë që të jetë po me të njëjtin hap me kohën dhe të azhurnojë vetveten dhe të jetë gjithmonë i përgatitur në mënyrë që të përballet dhe t'i ofroj dijet cilësore studentëve, cilët janë tashmë shumë kërkues ndaj nesh. Dhe duke parë të gjitha këto zhvillime, a mund ta bëjmë një projekcion për bujësinë e të ardhmes shqiptare? Si do t'jetë e ardhmja shqiptare dhe cili do t'jetë roli i të rinjve në të? Ne kemi parë disa zhvillime në fakt, unë po e nis nga Universiteti Bujësor i Tiranës që tregon një interes në rritje, që synon ndërkombëtarizimin, po i rikthehen paketës së maleve që është një tjetër nismë për të populluar ato zona që deri më tani kanë qenë me numra të pakët qytetarët ose herë pas here edhe të braktisura, pra duket sikur të gjithë ne i kemi rikthyer një vëmendje zonave rurale, bujqësisë dhe kemi vendosur që një nga synimet tona është i rivitalizojmë ato. Pra si e mendoni, si e shihni një projekcion të së ardhmes për bujqësinë shqiptare? Unë nuk do doja të bëja orakullin për të bërë parashikime, por do doja të vija theksin tek nevoja që kemi. Dhe kuptohet që duke pasur nevojë i gjendet dhe zgjidhja problemit. Dhe ne, siç thash në hyrje të intervistës, pra kemi një lëvizje demografike nga fshati drejt qendrave urbane, gjë që ka sjell atë që ju thatë shpopullim, pra të fshatrave apo të zonave. Kjo nga njëra anë ka kriju dhe hapësira për të krijuar sipërmarrje të reja dhe sipërmarrje të bujqësisë moderne, sepse fatkeqësisht ne kemi trashëguar një bujqësi mbi jetese, themi. Fermerë të paspecializuar, pra fermerë që kanë kafshë mikse, pra ka 20 dele, një shop, 30 pula, një ngastër me domate, një ngastër me qep e tjerë, pra këto janë ferma të paspecializuara që nuk mund të arrijnë dot ekonominë e shkallës, por si thush, me kohën shumë nga këto ferma janë mbyllë sepse praktikisht nuk janë rentabël, pra nuk është se njerëzit ju larguan bujqësisë nga dëshira për t'u larguar bujqësisë, por ju larguan në një farë forme sepse nuk kishte rentabilitet ekonomik, pra nuk mund të mbante në mënyrë të mirëqen familjen me ferma të kësaj tipologjie. Që do të thotë, ne duhet të orientojmë drejt bujqësisë së specializuar të prodhimeve, pra fermer të specializuar, ai që do merret me blegtori, do merret me blegtorie ose do merret me gjedh ose do të merret me bujqësi, me kultura të veçanta dhe duke pas të rinj të përgatitur, të cilët do dinë t'i udhëzojnë sipërmarrësit drejt bujqësisë moderne, kuptohet që do të kemi një rritje si të prodhimit, por dhe të cilësisë. Kjo është e domosdoshme për vendin për dy arsye. Arsyeja e parë është ekonomike, pra është arsye e përditshme ekonomike. Ne kemi akoma, po themi, 15 deri 20% të produktit brendshëm bruto që na vjen nga bujqësia. Ne jemi një vend që po rrisim turizmin, por që të rrisësh turizmin, pra siç themi 10 milion turistë në vit, kërkojnë të ushqehen dhe kërkojnë të ushqehen me gjëra tradicionale shqiptare, me ushqime tradicionale shqiptare, me produkte të
të cilësisë dhe të sigurta, pra, që ne t'i përgjigjemi kësaj kërkese në rritje të turistëve, ne duhet që të rrisim e para të sigurojmë prodhimin e ushqimit në vend dhe pastaj të kërkojmë cilësinë dhe sigurinë e këtyre ushqimeve që do të prodhojmë. Pra, se tush ka shumë nevoja tregu dhe kuptohet që kur ka nevoja do t'i gjendet dhe zgjidhja dhe si tush... Kur ka nevoja do t'i përgjigjemi. Kemi ofertë kërkes. Për momentin kemi kërkes të shtuar, por nuk kemi ofertë nga ana e bujqësisë, sepse është ajo që tash në fillim, pra. Kemi shumë ferma mbjetese të paspecializuara. Do duhet detyrimisht të hymë në një proces të thellë reformimit të bujqësisë në mënyrë që të kemi fermerë specializuar me pastaj konceptet e ekonomisë shkallës, pra ferma të mëdha, jo ferma të vogla. Zoti Mersini, në fund fare do doja t'ju, sepse jemi në minutën e fundit të emisionit, po shkurtimisht një koment lidhur me përgjigjet e qytetarëve në një sondazh që ne kemi bërë në Instastory. Nëse mundeni regjia të më ndihmoni edhe me pyetjen, çfarë do ta bënte bujqësinë tërheqëse për ty? Pyesim ne qytetarët, audiencën, teknologjia dhe inovacioni 29%, mbështetja financiare 57% dhe edukimi praktik në terren 14%. Si komentoni këto përgjigje? Janë, besoj, një barometër shumë i mirë i perceptimit publik, por që përputhet deri diku dhe me realitetin. Që do të thotë investimet janë nevojshme, teknologjia sigurisht që është e nevojshme, sepse garanton, por dhe dijet e personave janë shumë të nevojshme. Madje unë do doja të thoja që të rritet pak, jo të rritet, po, publiku duhet të kuptojë se pa profesionist mirë në fushën e bujqësisë është e pamundur që të arrihet produkt bujqësor me standarde dhe me produktivitet lartë. Pra. Kjo detyrimisht duhet që të kemi specialistë mirë që ndihmojnë sipërmarrësit në fushën e bujqësisë në mënyrë që të kemi ferma moderne, pra, mos jemi më me fermat e mbjetesës. Kjo është gjithë sfida e madhe dhe nuk është sfidë vetëm e Universitetit Bujqësor, por është një sfidë mbar shoqërore e shqiptarëve në mënyrë që të sigurojnë ushqimin në vend. Kjo është e vërtet. Është një sfidë që na përket të gjithëve dhe për cilën duhet punojmë ditë pas dite. Zoti Mersini, ju falenderoj për bisedën.